Njëri në qeli, tjetri në qeveri. Historia e dy shokëve të pandashëm për më shumë se 2 dekada, Erion Veliaj dhe Arbian Mazniku, ka marrë një kthes dramatike duke nxitur spekulime për prapaskena tradhti dhe një nesti angoni misterioz që ka tronditur Bashkinë e Tiranës. Erion Veliaj, ish kryebashkiaku i Tiranës, u ndodhet pas hekurave prej 10 shkurtit të këtij viti, i arrestuar nga BKH për akuza të rënda korrupsioni dhe pastrimi parash të lidhura me lejet e ndërtimit. Ndërkohë Arbian Mazniku, krahu i tij djathtë për më shumë se 25 vite, jo vetëm që nuk u prek nga skandali, por u ngrit në postin e ministrit të pushtetit vendor në kabinetin e Edi Ramës. Kjo ndarje e beft mes fatit të dyshes ka ngritur pikpyetje serioze. Në korridoret e bashkisë, ironia e zezë ka marrë formën e një batute. Në aramisht të vjetër, Arbian do të thotë nesti. Një thumbim që nuk kupton se pas identitetit anonim Nesti Angoni që dorëzoi informacione kyçe për hetimin e Veliajt, mund të fshihet pikërisht Mazniku. Mazniku dhe Veliaj ishin miq të hershëm që nga koha e gjimnazit, bashkëthemelues të organizatave si Mjaft dhe G99, përfaqësues të Brezit të Ri që përfshafoi karrierën politike në hijen e Edi Ramës. Veliaj u bë ministër, më pas kryebashkiak. Mazniku u kthye në zëvendësin e tij të besuar, Eminenca Gri, që tërhiqte fijet pas çdo vendimit të mast në bashki, përfshirë dhe aferën famkeqe të inceneratorëve. Por gjithçka ndryshoi në 2022-shin, kur Rama shkëputi Maznikun nga bashkia dhe afroi në qeveri, ndërsa Veliaj përballej me hetime. Mazniku shijonte heshturazi përfitimet e pozicionit të ri. Në kulmin e përpjekjeve politike për ta rikthyer Veliajin në liri, Mazniku nuk dha asnjë shenjë mbështetjeje nga publiku, edhe kur më në fund foli në intervista televizive. Deklaratat e tij ishin të ftohta dhe të kujdesshme, larg nga një mbrojtje që dikush do ta priste nga një mik i vërtet. Partia Socialiste nuk bëhet mburoj për kolegët që përballen me drejtësinë, u shpreh në Top Story, ndërsa në një tjetër dalje tentoi të zbuste qëndrimin, duke thënë se arrestimi i Veliajt ka qenë një përjetim shumë traumatizues, ndërkohë vetë Veliaj, sipas përgjimeve të publikuara, nuk ka pasur fillimisht dyshime mbi Maznikun, duke përmendur si kontakt të besuar në komunikimet me familjarët. Por në rrethin e ngushtë të mbështetësve të Veliajt, etiketa tradhtar tashmë ka filluar të ngjitet fort Maznikut. A është Mazniku thjesht një politikan që dinte kur të largohej, apo është ai nesti që ndihmoi prokurorinë të rrëzonte mikun e tij të vjetër për të ruajtur karrierën e vet? Për momentin pyetjet mbeten pa përgjigje, por rruga që për një çerek shekulli ishte e përbashkët, sot ndodhet në 2 skaje të ndryshme. Njëra përfundon në burg dhe tjetra të çon në kabinetin qeveritar.